Jemi rikëthy kështu me pjesën tjetër të emisionit, edhe sigurisht në këtë pjesë do të flasim për një projekt shumë domethënës, një projekt i cili vjen nga fëmijë shumë të ri, po që sigurisht me një mesazh për gjithë ata që po na shohin tash edhe për gjithë ata që ndoshta janë pjesë e këtij projekti. Këtë rast, Gjimnazi Specializuar Matematikor në bashkëpunim me Kryqin e Kuq ka nisur një projekt ku qëllimi është promovimi i vlerave humane, aktivitete ndryshme kulturore, tema si bullizmi, dhuna, mbrojtja ambientit edhe shumë çka tjetër. Për diskutu për këtë temë apo për të prezantuar këtë projekt, në studio kam profesoreshën Hidayet Edina, i mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Amelia Abdullahu, Amelia mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Art Gjurevci, Art, kënaqësi që jemi bashkë, faleminderit shumë. Si dhe Leon Krasniqi, Leon, faleminderit shumë, kënaqësi që jemi bashkë. Fillimisht më tregoni si jeni, si po shkon puna me projektin edhe me gjatë çka tjetër, thash një projekt që sigurisht edhe shikuesve tonë që do e ndajmë tash, do t'ju jap një mesazh shumë të mirë, sepse është pikërisht ndoshta projekti i duhur që vjen nga mosha të duhura, themi kështu. Edhe pse kemi kohën e vlerësimit, nxënësve janë të ngarkuar shumë me teste, po gjejnë kohë edhe për këto aktivitete, po merren me këto aktivitete, janë të ulumtuar që me dalë sa më mirë. Unë jam e kënaqur me interesimin e nxënësve që po bojnë. Nxënësit janë ata që po ju udhëhesin projektet, na vetëm po i mbikëqyrim me profesorin Leotrin Kika. Po. Kur e mendon se cili prej juve keni tema ndryshme ku jeni fokusu, tregoni pak para se të nisim dhe flasim për projektin, çush po kaloni gjatë realizimit të këtij projekti, si po ndiheni mbase ju që po mundeni sa do pak me realizu aktivitete që shërbejnë të mirë të vendit, të popullit, të qytetarëve? Atëherë, grupi ju në ka posë temën bullizmi edhe dhuna tek adoleshentët, përpos mësimeve që i japëm të tjerë dhe mundumi që me ja ushtintru ato që do të me bu dhe nuk do të me bu, na gjithashtu ndikujnë edhe në vetën, se nashta i bujnë ato gjëra që na nuk i menujnë aq fell, po gjatë hullumtimit e vrejna që ndikujnë shumë të tjerë, mënyrën si thojnë ose çka bujnë diçka për ata. Amelia, ti si po ndihesh gjatë këtij realizimi, edhe ti je pjesë e këtij grupi bashkë me Artin, apo? Edhe unë jam pjesë e grupit për bullizëm, edhe mendoj që është një temë shumë e duhur edhe shumë adekuate për me folë dhe me diskutu ma shumë me moshatarët tonë. Shpeshojmë tash edhe pak si shumë është përhap bullizmi dhe i shkon mirë që me mujt me folë, që me parandalu të paktën. Edhe është, po mendoj që është shumë ide e mirë për me vazhdu. Leon, ti je pjesë e një grupi tjetër. Po, unë jam pjesë e promovimit të vlerave humane. Për mua si nxënës kjo është një gjë shumë e mirë, edhe sidomos shpirtërisht, se kjo për një moshatar si kurone është vështirë me po të boksa aktivitete edhe të e po një anë tjetër të shoqërisë, kështu që mendoj që është një gjë shumë e mirë për këtë iniciativë. Qysh nisi si ide ky projekt? Janë përzgjedhur disa shkolla në kuadër të Kryqit Kuq. Një ndër shkollat jemi të përzgjedhur edhe na si shkollë Gjimnazi Specializuar Matematikor. Kemi majt punëtori lidhje se si ka me cilat fusha dhe si ka me shku projekti. Edhe na toni kur jemi ardhur në shkollë, spar jemi trajnu 2 mësimdhënësa Gjimnazi Specializuar. Masandej jemi ardhur me nxënësa, kemi marrë një punëtori kemi majt një punëtori 3 ditore që nxënësat paka shumë mu njoftu me fushat që kanë mu realizu këto projekte. Edhe nxënësit i kanë mirë prit, i kanë bo përgatitjet, domethënë projektet i kanë bo përgatitjet nxënës, na kemi mbikëqyrë me profesorin Leotrin. Qysh ka shku gjithçka ndoshta që nga fillimi? Të pastaj që mbase keni qenë mbikëqyrës të çdo hapit, themi kështu, që ka nisur prej fillimit deri tash. Nxënësat interesimi ka qenë shumë i mirë, po kemi pak kohën e vlerësimeve. Janë ngarkuar me teste shumë, po prap po gjejnë kohë për me u marrë me këto aktivitete. Jemi shumë mirë, nxënësat, po them, kanë mahnit me do ide që shi kanë pas, edhe ajo ndjenja humane me ndihmu tjerë, më ka bo përshtypje shumë të këto gjeneratat e reja, e kanë mirëprit shumë, edhe kanë bo kërkime shumë, dhe me thonë kanë hullumtu shumë për më arë deri të projekti më realizu në mënyrën më të mirë të mundshme. E the edhe ju që ndoshta pjesa e ndjenjes humane të ka befasu edhe ty. Sa janë të rinjët, gjeneratat e tilla ndoshta human dhe të gatshëm të ndihmojnë të tjerët, qoftë edhe në tema që janë kaq të përhapura, siç e përmendën edhe Arti bashkë me Amelian, sidomos pjesa e bullizmit, diçka shumë e përhapur, themi kështu mbase tek gjeneratat e reja më së shumti.
Edhe unë deri sa kemi pas projektin e Kryqit Kuq, kom pas me dyshje, mu ka do që nxënësat nuk janë shumë human. Mirë po oraki projekt edhe nxënësit e kom pas që me të vërtet kanë ide dhe janë human shumë. Se cili pikat që i kanë prek, kanë qenë tamon pikat ndihshme dhe shumë të rëndësishme për ditë sotit. Ashtë kjo pikrish ndoshta edhe mesazhe, Është edhe mesazh, po. Ju që nxënësit ta përfitojnë pikrish nga ky projekt dhe projekte të tilla që mbase i bëni gjatë gjithë kohës. Pikrish ndoshta u konë edhe kjo, që nxënësat me u prek edhe me konë sa ma të ndihshëm ndoshta në këtë aspekt. Johan, sa mendon që mbase ka qenë i duhur një projekt i tillë, sidomos ndonë se po e përmend edhe profesoresha që është pikrisht në fazën ku ju në toni e keni atë stresin e notave dhe gjithë shka tjetër, po sa janë të rëndësishme këto projekte që vinë pikrisht tash në moshën e juj, që mbase përveç mësimit të mësoni më shumë edhe për aspektin njerëzor, emocional, edhe me atë çka ndoshta do të përballeni për ditëshmërinë tuaj edhe kur të rriteni pastaj. Normal, menoj që është koha e vlerësimit, edhe do të më ka një fokus edhe në mësime, po në anën tjetër është edhe një botë që na pret jashtë, edhe është një shoqëri që na nuk jena shumë të informuar për të. Edhe mendoj që përmes këtyre projekteve ne mundna me zgjeru pak edhe që kena vizionin për botën edhe si është jashtë, përveç brenda një objekti shkollor. Mendoj që është shumë e rëndësishme edhe çdo i ri tjetër me bë kësaj aktivitete të ndryshme sepse kupton për një mes se çka të ndodh. Po. Amelia? Kjo e Kryqit Kuq na ka ndihmuar shumë edhe për socializimin, si shpeshom edhe kena pas shumë mundësi mu njoftu me njerëz tri, me nxënësa, edhe me persona tri që janë konë ndoshta të prekun për bullizmit ose po foli për temën tam, që janë konë të prekun për bullizmit edhe kena pas raste me ndëgju disa raste që i ka ndodhur atyne, edhe normal që na kena dashur domethënë veç mi tregu atyne që nuk janë vetëm, që ka dikush që mund mi mbështet, edhe kena dashur mi vetëdisu sa do pak edhe persona tjerë që shkaktojnë këtë bullizëm. Edhe në si dy shokët e mi, menoj njëjta, mo besoj që arsyeja kryesore është që sa dush ti mundesh me mësu, amo nëse nuk e ke edukatën që dohet, bos projektit tonë, nuk vlen asgjë. Për këtë arsye menoj që edhe pse kena pas kohën shumë të mbushme me plotësene, me teste, me detyra, besoj që ja ka vlerë që jena fokusuar edhe në këtë projekt se është i duhur për neve. Po. Përveç këtyre të treve, janë edhe një grup tjetër. I kemi 32 nxënësa në kuadër projektit. Janë të ndome me tjera? Janë të 4 fusha, është humaniteti, e ka një grup i 8 nxënësave humanitetin, masandaj kemi aktivitete kulturore, edhe kemi dhuna, bullizmi, edhe një fush është riciklim mbrojtje mjedisit. Me thonë ka 8 nxënësa i kemi se cilën fush. Edhe, po thash, edhe në fillim nuk i kemi të klasëve veta, dy fushat nuk i kemi nxënësat, po këtu i kemi klasët 11, janë të humaniteti edhe i kemi të dhuna bullizmi. Më tregoni pak për eksperiencat e juja gjatë këtyre realizimit të këtyre projekteve. Më tregoni çka keni bo, cila ka qenë puna mbase që e keni praktiku gjatë këtyre ditëve të këtij projekti? Mas pari ka fillu si ide, përpos projekti me Kryqin e Kuq, besojmë që grupi jonë që kena me hop organizatën tonë të veçantë që ja kena vendosur një emër, Crimson Perspective, i bjen këmbvështrimi forcës, do më thonë me gjithë forcën që me luftu ato që tjertin të bu me hesht. Kemi fillu mas pari me rrjetet sociale, publikimin e një video vëdisuese 5 minutë që tregon pasojat e bullizmit edhe çka bëhet nëse dikush është ai që kundërshton bullizmin që është duke që po ndikon keq se dikush. Masandaj kena fillu me ligjërata nëpër shkolla, deri tash kemi qenë nëpër 2 shkolla, në shkollën fillore të mesme të Elcer Mariza në Fushë Kosovë dhe në shkollën fillore të mesme të Mehmet Xhevori në Prishtinë. Gjatë këtyre 2 shkollave, diçka që më ka tërheq më shumë këtu konë që te shkolla e dytë kemi zhvilluar një aktivitet ku nxënësat kanë pasur me shu një mesazh për dikë që është duke u përjetuar me bullizmin, masi kena grumbullu këtë mesazhet janë konë nashta unë si art nuk e kisha prit që nxënësat e klasës 9 kishin arrit me shkru aq mesazhe ndihmuese për tjerët. Këto janë disa Këto janë tjera. disa prej mesazheve. Po munden më vrejt. Mundesh më la lexu, Amelia, ndonjë? Kjo është çdo gjë kalon mos u dorëzo, ti je më i fortë se sfidat që po kalon dhe ki me dalë më i fuqishëm. Këta janë pra mesazhe që nxënësit
i kanë bërë në drejtim të atyre që bullizohen. Po. Keni dëgju raste, ka pas raste gjatë kohës të vizitave të shkollave, për shembull që ju ka tregu dikush që është përballë me situata të tilla? Nxënësat janë kom pak ma të ngurum, nuk kanë dasht me shprej shumë, edhe pse e dinat që ndodh ka gjasi shumë, po prapë momentin që i kena shpërnda fletat edhe janë konë kritë përgatit për me shkrujt mesazhet, e kena vrejt që dhe më thonë janë konë gati për me ndimu, janë konë gati shmëri me thonë. Edhe prapë nuk e di, nuk janë konë që kanë tregu shumë, a kanë pas në një rast, edhe pse i kena vetë non-stop, po s'kanë tregu. Po, se hezitojnë kështu publikisht. Po, shumë. Hezitojnë se edhe mendojnë që ka me diku që edhe ata mu bullizu njerëz si tjerë. Krejt ideja e projektit tonë është që edhe kjo heshtja që është ndodhur sidomos në vendin tonë, me fillu dikush, me bu një hap që i mund dollë. E kena edhe motën gjithashtu, nuk është u shfond televizor, po një hero është ai që refuzon të përshpëres kur botë si do të një brit. Do me thonë edhe neve, na do të më bu hero me bërtit kur e shumë që bullizmi është tu për hopë dhe të ma shumë. Vetëm ashtu mbase edhe munden mu përqu mesazhe, pastaj edhe munden me qenë më të fortë gjithë ata që përballojnë situata të tilla. Një projekt tjetër, pjesa e jote është lënë. Trego pak për projektin tënd, për eksperiencën tënde. Po, si ide fillestare, ka qenë me gjetë një pjesë shoqërisë e cila është ma shumë e vujtne. Edhe si ide kemi zgjedhur jetimat. Kemi kontaktu me shumë jetimure në asaj grup, edhe kemi ardhur në përfundim me jetimurën të SOS Fshatit. E përmend edhe shokët e tjerë, diçka që më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë pozitiviteti që e kanë pas. Dhe më thonë, ata e dina që kanë kalu shumë sene një tynev, edhe si fëmijë me kalu asnjë gjëra është shumë vështirë me të kalu, po prapë kanë qenë shumë pozitiv. Kemi folur edhe me kryesorët e SOS Fshatit, edhe i morëm në një përfundim që si ide kryesore e projektit tonë është me renovu pjesën sportive të burrit që kanë jashtë, dhe me ndërtu dy struktura të shohut, që me promovu më shumë pjesën e aktivitetit fizik edhe aktivitetit mendor. Qysh e kanë prit, qysh ka qenë basë takime me ta, qysh ka shku gjithçka? Shumë i mirë ka qenë, dhe më thonë janë kanë tepër pozitive dhe persona që na kanë prit, me cilët kanë prit me fol, kanë jep idejat ndryshme, edhe dhe më thonë na kanë bë mundi si kurena me një ambient ku mujna me shfaq gjitha ngjyrat tona. Po. Si ndiheni mbase kur e shihni që pak a shumë projekte ose ajo që ka jeni mundu edhe ju me nda bashkë me Kryqin e Kuq, me nxënësit, po ka që shumë sukses. Po e thëmë sukses sepse vetëm nga këta tre nxënës që i kemi këtu po kuptojmë sa shumë ka ndiku edhe në gjendjen emocionale dhe në aspektin emocional tek ta edhe tek eksperiencat që mbase i ka nda me të tjerët. Ka ndiku shumë mirë. Besom që jam shumë e kënaqur kur nxënësit na vinë edhe thojnë kemi bërë këtë aktivitet, kemi planifiku këtë aktivitet, kemi qenë këtu shumicën e rasteve kur kemi mundësi, po ka njerë po ndodhë me qenë mësim, nxënësit kanë shku edhe vetë, po kur kemi mundësi, jo se unë ose profesori Leotrim, ju bashkë kanë gjitë nxënësve që me shku bashkë në aktivitete, po është një kënaqësi e veçantë, sidomos kur ki me nxënësa shumë të mirë. Nxënësit e gjimnazit specializum, i kemi nxënës të përzgjedhur nivel të Kosovës, nxënës i kemi talentat e matematikës. Do të thotë i kemi nxënësat që me ta kudo që të shkojsh, je ballhapun, nuk tutesh që diçka nuk ka mu realizu ose nuk ka mu bo. As nuk po e dyshoj, me krejt muhabeten edhe krejt që apo flasin këtu në studio, po e pasqyrojnë një pjesë të asaj që po e thoni. Një pjesë e vogël i kemi edhe 29 nxënës atje që nuk kanë mujt me qenë prezent me neve. Tash kur flasim, sa do të zgjas ky projekt? Ky projekt deri me datën 4 prill i kemi finalizimin. Me 24-25 prill e kemi një takim përfaqësues të projekteve. Kanë mu përzgjedh projektet më të mira që janë bo, nivel 36 shkollave. Masanej kemi me 14 maj është kampanja, do të thotë kanë me u certifiku grupi nxënësve dhe mësimdhënësat që janë konë pjesë e projektit Kryqit Kuq. Po. Deri në atë datë, do të shkoni të vizitoni shkolla tjera? Po, do t'i finalizojmë deri me datën 4 prill, jemi të mundu me finalizu në gjitha fushat e projektit. Qysh do të shkoj tash gjatë ditëve të tjera? E keni të caktuar për shembull sa shkolla, sa projekte do të organizohen? Po janë krejt të bo me planet. Jo është plani i veprimit. Nxënësat e kanë bo planin, i kanë para po aktivitetet, pjesë ku dojnë me qenë. Kemi klasë të 10 për shembull
që është mbrojtja mjedisit, kanë planifiku me dalë me bo vedisimin e shisheve, mos me gjujt shishet në vene pa ven, po në qofë se e dorëzon një shishet të zbrast, me ja jep një shishe me ujë. Po, ide shumë e mirë, dhe që e dim që në vendet e huaja, për shambull, për çdo shishe, kthehet pastaj në para, ose diçka e tillë. Zonë se kanë mendu që të mënyrë. Ide shumë e mirë. Art? Diçka tjetër që na ka gëzuar neve grupin tonë mund si der grupit të kon, mënyra se sa shpejt ka arrit vëmendja e publikut të projekti jonë. Për shembull, në 3 rrjetet sociale, në Facebook, Instagram dhe TikTok, mrena 2 javëve gjysmë kisha thonë, vetë se i kena mrit ofër 100.000 klikime. Domethënë, mënyra se si sot do të me vepru është përmes internetit, që ashtu kena ndikim mas shumë të sidomos të trit. Pra kjo është një mesazh që rrjetet sociale mundën me u promovu për gjanat mira, me promovu mesazhe, me promovu projekte të mira që ju ndihmojnë edhe tek të tjerët. Çfarë komente ka pas në rrjetet sociale nga njerëzit, nga në përgjithësi kështu? Si e kanë prit? Shumica janë konë për krasë, jo shumica po krejt gati. Edhe në që ditë që shna në kaqë më shteshme, jena tu mënu me përcjell një mesazh kaqë të fuqishëm të bashkëmoshatorët tonë. Leon, që do të vazhdoj pastaj projekti jot, edhe i grupit tënd? Projekti kryesisht plani është i bëm, tash jemi në fazën e sigurimit donatorëve për me ndihmu këtë plan. Pra, ju do të thotë përmes donatorëve që vendosim me ju bashku juve, realizohet fusha kanë para pa edhe punë që kanë më kry, përmes tash janë tu planifiku donatorët edhe puna se punë krysit kush ka me kry ato punë në renovimin e asaj fushe. Po, që ajo është esenca domethënë e këtij projekti. Edhe cili është besimi yt, a mendoni që do t'ja delni deri do shana në përfundim të projektit? Besoj që po, normal, se edhe normal që përmen edhe mendimin e rrjeteve sociale, për shembull, edhe mendimin e këtij emisioni, ndoshta kena me gjetë ndonjë lloj donatori ose ndonjë lloj ndihme. Kjo domethënë është fusha e cilën kena me renovu, që përmend apo më herët. Mendoj që ka potencial më bën një vend shumë i mirë për fëmijët, edhe me kalu kohë të mirë. Po, shumë ka qenë i bukur vendi. Domethënë. Edhe e dim që realisht është për diçka të mirë. Aktiviteti fizik sot luan një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e secilit, kështu që është një diçka shumë e mirë edhe që besoj ja vlen të investohet në ta. Edhe më ka çuditë se ka grup mosha të ndryshme, domethënë prej 1 vjet, 2 deri më thon 13-14 vjet, edhe normal që ju vyni far vendi me shpreh energjinë e tyre, se fëmijët janë më energjetik. Po. Projekte të tilla bëni shumë shpesh, profesoresh? Bojmë. Në përgjithësi, mbase jo nëse lidhen vetëm me këto tema, po në Po, përgjithësi. kemi për shembull. Mbase mundemi me thonë që për krahas me mësimin keni edhe aktivitete të tilla. Po, ka edhe aktivitete. Më trego pak që shkojnë, ku fokusoheni ma shumë, të e pas parasysh mbase edhe jeni gjimnaz matematikor. Mas shumë na jemi ka teknologjia, kështu që vitin e kaluar ka qenë me projektin Ada, ka qenë webfaqja një webfaqe e krijuar e shkollës, Arti ndoshta mundet se janë konë pjesë e projektit. Po, webfaqja vetë që është gati në finalizim dhe publikim, u konë një eksperiencë shumë e mirë se përpos që kena arrit me kriju webfaqen e shkollës që është shumë nevojshme këto ditë, janë konë edhe mënyra me që kena kriju raporte me njerëz tjerë, jo veç përmes vetë në shkollë. Ju jeni të gjithë të talentuar në matematikë, apo? Më tregoni pse matematika, ndoshta çka ju ka tërheq matematika, çka ju ka bo për veti, nuk është shumë e thjeshtë. Jo, matematika jo, po prej të vogël besoj që kena kuptu që matematika është gjua universit. Nëse dojna me kuptu botën. Kena pa që ndëgjova këta në këtë mënyrë se si e përshkruhet e. Nëse dojna me kuptu botën, besoj që mas mirë t'i shkon me kuptu përmes matematikës. Përpos kësoj, nëse ndjekum studimet matematikë, besoj që kena me pos një tarme shumë të drejtshme, jo veç ka ona e parave, po edhe ka ona e ndikimit të tjerit. Amelia? Dhe menoj që është një ana për mundësive më të mira për me zhvillu trunën edhe që me pas ma shumë energji ose ma shumë se di që me thonë, veç me konë pak ma të logjikshëm në mënyrën e zgjidhjeve të problemeve. Edhe të gjimnozi jonë. Bjan me lomë do shta gëgja shumë trunin kështu për me gjetë ide dhe zgjidhje me matematikë. E sa kemi pas rast, nxënësat më kanë thonë kur konë koha e vlerësimit, ka pas rast që 24 orë kanë punu për test. Po. A dini kem nxënës shumë punëtori, kem shumë studius.
Kjo është e mira, edhe po besoj që ke ju kënaqë edhe juve, sepse Sidomos, kur jeni profesoresh, qëllimi edhe ndoshta ëndra jote është me pas secilin nxënës më mirë. Sukseset e tyne na bojnë mundi mirë edhe neve. Po përpos kësoj edhe të gjimnozium, përpos mësimeve që profesorët na i përcjellin në mënyrë perfekte, janë edhe shumë për krahës. Secili profesor mundohet që më na jep këshilla, më na drejton në rrugën e drejtë për të ardhmen tonë. Unë e pajtona me Ortin se për një me e lu një rol shumë të madh profesorit gjatë mësimit një landë të caktuar. Bashkëpunimi i profesorit me neve ndryshëm, domethënë çdo land, neve na ndihmon edhe me bë landën më atraktive. Unë mendoj që për një moshës të vogël vret për një me çka ke qef më bë kur të rritesh. Unë matematikën e kam dashur gjithë, edhe kjo shkollë ma ka bë më dash edhe më shumë. Unë mendoj që matematika nuk është e reprezentuar shumë në Kosovë, prandaj edhe kom pas qef me inkit shkollë, edhe pse kom ditë që është pak e vështirë normal. Ama mendoj që kjo shkollë më ka bë matematikën edhe më të mirë edhe më të lehtë, domethënë me një mënyrë përmes profesorëve edhe ambientit çfarë është aty. Si është në të ardhmen e juj drejtuar me këto? Ndoshta a lidhet edhe ardhmja me matematikën, profesionet që i dëni për të ardhmen? Shumicën e rasteve nxënës që i kemi përcjell janë të lidhur me matematikën, me shkencat kompjuterike, shumicën e nxënësve i kemi këto. Po. Pra i dinë synimet, momentin që zgjedhin në artu i dinë synimet. Ashtu është. Sa ja ulet sa mbase kjo shkollë, të themi kështu, ky gjimnaz, procesin pasaj për të ardhmen, sepse e I përgatit shumë, na kemi shumë nxënësa të suksesshëm. Kemi diskutu sot bile për kalushmëria e nxënësve në testin e maturës shtetërore, çdo herë është 100%. Te këto prej fillimit gati 10 vite po bëhen që është themelu gjimnaz specializuar matematikor. Çdo gjenerat kemi prej tyne doktorat shkencë, po çka është ma nxënës tonë, shumica janë të fokusuar me bursa, me shku me studiu jashtë. Një numër i madh i nxënësve tonë ka arrit sukseset edhe jashtë Kosovës. Kjo është e mira dhe po besoj këta pastaj janë shembull edhe për këta nxënësa që janë në klasë 12 zakonisht i kemi mendojnë, hulumtojnë ku munden me apliku për bursa, ka me shku me studiu, i kemi me qëto ballafaqohen. Kemi shumë nxënësa që janë shumë suksesshëm jashtë. Tu janë nisë prej gjeneratës parë gjimnazit specializuar që është hap para 10 viteve. Ka qenë edhe më herët i hapun, po një kohë ka pas ndërpremje, masanoj që 10 vite është funksional gjimnazi specializuar. Leon, ku e shet të ardhmen tënde? Unë e shet të ardhmen tëme një vend normal më të mirë edhe për vetë unë kom shku në inxhinieri kompjuterike, edhe mendoj që prandaj kjo shkollë ka më ndihmu shumë, edhe e shoh veten me një vend suksesshëm ku më ndihmu edhe vendi tem normalisht, edhe me reprezentu me emër temën edhe me bën një vend më të mirë, me një fjalë. Arti Amelia? Të ardhmen tem kisha dashur pa më shumë duke u bazuar në arkitekturë, për arsye që më pëlqen edhe arti, po edhe me matematikë normal. Dashta me përmend edhe që shkolla jona ka ndihmuar shumë edhe për aktivitete tjera në vend, domethënë jo vetëm matematikë, por na ka ndihmuar me u zhvillu edhe në aktivitete tjera, që kena bo shumë klube, që është klubi i debatit, arteve, kena shumë gara që mbajnë në shkollë dhe mendoj që të na përgatit goxha mirë për të ardhmen tonë, edhe na ndihmon shumë. Kemi nxënësat tonë, i kemi në olimpiadat matematikës, fizikës, kemi që 2 vjet nxënës tonë përfaqësojnë Kosovën në fizikë, kemi gati çdo vjet nxënës tonë përfaqësojnë Kosovën në olimpiadën e matematikës, kështu që kemi gjithmonë jemi mësuar pa në top list. Po. Mos me i po një herë thuni çka është ka ndodha. Çka si jemi mirë diçka. Nuk beson që ndodh. Çka si jemi mirë diçka. Diçka sot të shku Arte? Për të ardhmen apo? Besoj edhe unë të ardhmen tem ka matematika, pasion e kam studiu inxhinierinë e dinamikës ajrore. Goxha profesione interesante, kështu po që edhe profesione që po zhvillohen se cilën herë dhe më shumë, themi kështu, edhe goxha të hyra sollin. Ashtë imagjinata juaj, bota juaj është gjithçka me numra. Valla, besoj që po. E shihni gjithçka si numër, se ne për shembull gazetarët, unë çdo person që e shoh si një mundësi për një intervistë ose për një mysafir në emision. Kështu që edhe ju po besoj gjithçka që e shihni si numër. Besoj edhe varet prej personit, se unë besoj e shoh veten sikur dëjanshëm, edhe ka matematika, po edhe ka pjesë tjera sociale, jo veç shkenca natyrore.
Mirë shumë. Unë ju falenderoj shumë që ishit bashkë me neve, që e prezentuam Faleminderit. projektin edhe që realisht jepë mesazhe shumë të mira përmes kësaj interviste. Uroj që kam ju pas prap, edhe ju uroj shumë suksese me këtë projekt, po edhe me projekte të ashme, edhe uroj me përfunduju në zonë sa qysh është mas mire semestren, ose vitin të themi, kështu se tash përfundoni gjithë viti, realisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, faleminderit për që na keni prit. Me shumë knatësi. Faleminderit. Dashur shikues, është koha me kalu tek një rubrika e përjavshme, një ditme, edhe të shohim se cili është profesioni apo personazhi që Elsa ka zgjedhur që këtë javë të kalojë një ditë, edhe të na tregoj pak a shumë për rutinën, jetën dhe profesionin e tyre.